Në çajir të Shkupit, Bashkimi Demokratik për Integrim filloi fushatën parazgjedhore, por kësaj radhe të pranishëm në sallën sportive Shaban Dërstena ishin vetëm të rinjët pranë forumit të Bashkimit Demokratik për Integrim, ku lideri i kësaj partie përcolli porosi të shumta tek rinia, mes tjerash thasi rinia të ardhmen të mos e shohë në vendet e huaja, por atë ta ndërtojë në vendin e tyre. Në çajir të Shkupit Dardan, gjithsesi në sallën sportive Shaban Dërstena, lideri i BDI-s Ali Ahmeti me bashkëpunëtorët e tij u takua me rini dhe simpatizantët e kësaj partie për të hapur edhe zyrtarisht fushatën parazgjedhore. Bashkimi Demokratik për Integrim këtë fushatë parazgjedhore në qendër të vëmendjes ka rinin me të cilën po kjo rini do të bëjë revolucionin e ardhshëm në këtë shtet. Ali Ahmeti përpara të pranishmeve përcolli porosi të shumta, por fokusi i tij ishte që rinia të ardhmen ta ndërtojë në vendin e vet e jo të mos hyrë rrugëve të perëndimit, sepse edhe Maqedonia do të bëhet pjesë e NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Gjithashtu, është pjesë në vazhdimsi e nisëve tanë, Komitetin Ndërkombëtar si aleat të përhershëm dhe partner që i kemi pasur. Raporti i primës që ne duhet të përkushtojmë ta zbatojmë, ta implementojmë, sepse është në dobi të vendit tonë, në dobi të funksionimit të institucioneve të drejtësisë, të institucioneve të shtetit. Dhe përfundimisht, ne orientim të përhershëm strategjik i kemi parë antarësimin e vendit në NATO. Antarësimi vendit në NATO nuk është dobi vetëm të Republikës Maqedonisë. Është dobi që këta rajone, është dobi të paqes, stabilitetit edhe të Europës, po edhe stabilitetit në përgjithësi në plan global. Prandaj vendin e ka NATO. Ahmeti para rinis dhe simpatizantëve të Bashkimit Demokratik për Integrim tha se është momenti që duhet të bëjmë hapa vendimtar dhe se kanë energji dhe kapacitet që të gjitha ato punë që kanë mbet edhe t'i përfundojmë, ku edhe i dha dritë jeshile prokurorisë speciale. Lideri i kësaj partie foli edhe rreth platformës me të cilën ende është në përpunime sipër nga ekspertët që ka Bashkimi Demokratik për Integrim, por më e rëndësishme është çështja e emrit. Çështja e emrit sigurisht një kompromis duhet pa, sigurisht kompromis edhe duhet bërë, sepse fundit asnjërisht akumore në fëqirë nuk mund t'jetojë. Në tubi morën pjesë përfaqësues të forumeve rinore dhe simpatizant nga të gjithë bashkësitë vendore, por edhe forumi rinor nga Kërçova në mënyrë të organizuar udhëtuan për në Shkup.